Ku është drejtori dhe a funksionon drejtoria e branitellave dhe invalidëve ushtarak? Me dokumentën e duar dhe një listë prej 22 të drejtave të garantuara që u takojnë me ligj, branitellat dhe invalidët ushtarak kërkuan që drejtoria ta shkarkojë drejtorin. Ata pohojnë se asnjë nga kërkesat e tyre nuk është zgjidhur që nga shtatori i vitit të kaluar. Janë dorëzuar rreth 50. Niti znajeme ko je direktor, sem što ga ima njegovite inicijali na stranicata na upravata, niti znajeme da li uopšte funkcionira. Direktorot evo služba na braniteljite, vojните invalidi i borcite. Ne evo služba na nešto drugo. Nominiran, imenovan od vladata na Republika Severna Makedonija. Najgolem apsurd je to što imenovani od direktor е от политичката партија Достоинство, каде Стојанче Ангелов, председателот, е воен инвалид број 1 и бранител од 2001 година. Ata pohojnë se komisioni I cili duhet të vendosë për kërkesat e tyre në janar nuk u mblodh. Drejtoria mori vullat zyrtare në mesin e prillit dhe deri atëherë nuk mund të funksiononte me nënshkrim zyrtar. Gjysma e njësive rajonale nuk kanë përfaqësues. Ata thonë se kjo nuk ka ndodhur që nga viti 2003 deri më tani, ka pasur vonesa por maksimumi 1 muaj. Јас не сум разочаран од Стојан Анđелов, разочаран сум од неговото решение и неговото недолично однесување и непочитување на бранителите. Бидејќи Стојанче Ангелов е само делот, едно зрнце од мозаикот што се вика бранители и војни инвалиди на Република Северна Македонија. Ако му е нему битно да има директорски места и плата, директорска, он и неговите представници на политика биде на неговата чест. Drejtori Cikarski për Televizionin 21 thotë se drejtorinë e ka trashëguar në gjendje shumë të keqe, kanë munguar edhe një numër I madh të punësuarve. Ministri Fatmir Limani, zëvendës ministri Gjoko Velkovski dhe sekretari I shtetit Fatmir Sabriu janë gjithashtu të njoftuar për këtë gjendje. U kam kërkuar atyre të caktojnë disa ekspert në drejtorinë me riorientim të brendshëm, ndërsa ata më njoftuan se po merren masa për të punësuar njerëz të rinj. Cikarski pret që problemi të tejkalohet javën e ardhshme dhe komisioni të fillojë punën e tyre me një ritëm më të shpejtë.